Vini re, ju flet Top Albania Radio. Sa do të visheni, sa do të kamufloheni, e keni të kot. Ore kotën ku mos kemi njëri, kota keni. Sepse ju flet trupi. Your eyes follow like a spotlight. Mësoni të shkodoni gjuhën e trupit, vetëm duke dëgjuar emisionin Ju flet trupi. Ju flet trupi. You can be cool, you can be shy, 'cause your body talks, your body talks. Ju flet trupi. Your body talks, your body talks. Në Top Albania Radio. You can be cool, And their body language will tell you all day long what their primary style is. your body talks. Përshëndetje gjithëve. Përshëndetje na ju flet trupi. Përshëndetje fon. Përshëndetje dhe gëzuar Krishtlindjet. Gëzuar gjithë, nuk e urojmë sot sepse Nuk ishim ndje emision. nuk ishim ndjen emision. Pushim apo. Iku java, Adi. Dhe shumë shpejt po na ikën dhe ky vit dhe po vjen viti i ri që me zi po e Presim tiki. Të iki se na ka çar. Pika. Kokën. Kam dhe disa urime për gjithë ato të smur, dhe urime për gjithë ato që po na ndjekin tani nëpër makina fon. Po të gjithëve të smurve urojmë shërim të shpejt, sa më larg koronës dhe sa më shpejt drejt gjelit të vitit të ri dhe kalofshin sa më bukur dhe derisa të vijë ditë do të kaloni edhe një orë me ne sepse Ju flet trupi. Të marshat ligat Adi. Bush mendja thon se sa sukses kishim puntatën e parë pra. Mesazhe në privat na kanë ardhur duke na thënë për çfarë do të flisni në emisionin tjetër. Po pra e çuditshme, unë nuk e besoja. Dhe më të shumtat janë mesazhe që na vinë nga femra. Nga femra. Ka mundësi Disa femra ke atje në listën Po tonë. pra po është e çuditshme. Nuk e besoja sepse gjithmonë kam menduar dhe është vërtetuar që femrat dinë më shumë për të shkoduar gjuhën e trupit, ndërsa burrat dinë më pak. Por si duket ne jemi mjaft fudull dhe nuk na pëlqen të pyesim dhe të ulim hundën. Pik, okay. Po. Në puntatën e parë ne folëm për syrin fam. Për syrin? Do vizim Po. nga dalë dhe do të shkojmë tek. Pa ku dëgjon ku të vëm? Ku do të shkojmë? Vëm të vetullat ato. Te vetullat. Të marsha të liga. Sa ti e syrit i them unë, ndryshe. Themi. Mund të quhet. Edhe ne do të flasim për vetullat sepse është një nga mjetet ose një nga nuk është organ, por është një vend i posaçëm në fytyrën tonë që luan një rol të jashtëzakonshëm në komunikimin tonë, jo verbal. Ajo që e vogël që ajo do vetë ato uqimkat aty ato uqimkat. Luan një rol shumë të rëndësishëm. Të them një gjë. Kush janë për ty ose e themi më ndryshe në botë të cilat janë vetullat më të mrekullueshme? Kush i ka vetullat më të mrekullueshme? Po nuk e di më von. Dashura ime i ka për shumë. Vetullat më të bukura. Morti aty, po ti s'ke fare të dashur bre. Nëse do vemi në lindje, vendet e lindjes mbajnë si vetullat më të bukura janë vetullat e Budës. Budës. Po, harkimi vetullave, se quhet si gjëja më e bukur që ka bërë Perëndia për njeriu. Janë harku i vetullave të Budës, po ashtu hark të bukur kanë dhe të krishterët, të cilët kanë Jezusin, vetullat janë pothuajse njësoj, po jo të shenjtorëve të tjerë. E kanë edhe këta të fesë, domethënë katolikët në ikonat e tyre, por janë sigurisht njerëzit kanë parë me kalimin e shekujve, kanë parë se vetullat e harkuara bukur i japin një veçanti dhe një fuqi të jashtëzakonshme njerëz që i kanë të tillë. Jo si vetullat e tua që i ke tek. E kuptova vetull. Tani për ta shtensionuar pak situatën, vetullat. Një këngë për vetullat. Kë do ti për shembull? Pa të që di ti. Syze za o vetulla laja Shto kishte o zili dynja E sa këm ka për vetullat more ati Si puna syrit, Ore më keqe foma Syri me vetullat Aty bashkja Okej, mirë fon, nuk kemi kohë Kështu që duhet nisim direkt në pyetjen. Ne folëm radhën e kaluar për syt Po Por më duket se harruam vetullat E thambra Që do flasim A luajnë ndonjë rol vetullat në komunikimin jo verbal apo janë aty për të mbajtur djersën e ballit fon? Lexove nga mesazhet që kanë ardhur. Po, kush e ka dërguar? Goni, hajde pyetje që më ke bërë. Luajnë rol të jashtëzakonshëm vetullat sepse është e pamundur që ne të flasim dhe të mos lëvisim vetullat tona dhe
anët e tjera të fytyrës ose gjithë muskulaturën e fytyrës, të cilat na ndihmojnë për të komunikuar sa mirë. Por kur vetullat lëvizin lart poshtë nuk e kontrollojmë dot, bëhemi më dashamirës ndaj të tjerëve dhe më të pranueshëm, ndërsa një njeri i cili nuk i luan vetullat ose si them ndryshe e ka si statuj po themi, si mermer. Porcelan fare. Nuk ka asnjë shpresë, mos prit që të ketë rezultate, ai të dashurohet, të dashuroj, nuk e di, është Pra është një fytyrë pa shprehje. Pikërisht. Vetullat na ndihmojnë edhe bashkë me muskujt e tjerë të afër syrit, të cilët rrudhosen kur flasim, kur reagojmë, bashkë me rrudhat që krijohen në ball, na japin ne mundësinë që të shprehemi më bukur dhe të bëhemi më të kuptueshëm nga ata që kemi përballë. Adi vëri vath në vesh, ti van vath në vesh dhe gocat që na Po flasim për vetullat apo për veshin? Me mirë, kuptova logjikën. Tani, pse i ngrejmë vetullat kur bisedojmë me dikë thon? Pse i ngrëm? Ngrëm pra, për të komunikuar shumë bukur, sepse kjo po ta vësh re, e bëjnë dhe majmunët, e bëjnë dhe chimpancet këtë. Edhe chimpancet? Po. Ata kur duan të komunikojnë me dikë që nuk e njohin, me njëherë fillojnë dhe lëvizin vetullat. Ashtu siç bëjmë dhe ne. Do të bësh një eksperiment shumë të lehtë, shumë të bukur. Patjetër i duhet tani në fund. Dhe ti pret tani që unë të t'jap përgjigjen atje ku i lam. Po, jam sy e vetlla. Do të kemi parasysh se të gjitha kulturat, të gjithë njerëzit e kulturave të ndryshme në botë i përdorin lëvizjet e vetullave. Të vetmit që nuk i përdorin mbaj mend atë, po janë se nuk kam kohë të merr me ty. Janë kush? Japonezët. Japonezët nuk i përdorin vetullat kur komunikojnë. Nuk e di, kanë kulturën e tyre dhe ata e quajnë të panevojshme dhe të paedukat madje. Po mirë, ata din që kanë vetulla, a din ata që bërin zoti me vetulla, a din ata që kanë lindur me vetulla, dhe ato vetulla duhet përdoren për diçka. Japonezët pas kanë qenë të stop. Jo, sepse përdorimi i vetullave tek ata, domethënë japonezi me japonezin, ka dhe kuptim tjetër seksual. Jo për ty. Pra duhet të kesh kujdes, nëse ti si djali i ri që je, mund të dashurohesh me një japoneze, mos e thon dorën se aty je në atë moshë. Je në fazën që ti mund të shprehësh dashuria atje. Më ke mësuar fono, japonezja parë që do të ndali rrugë, do ta kem vath në vesh, si më që parë, që të ketë kujdes sepse përballë ka një njerëz që kodon lëvizjen e vetullave. Sigurisht, japoneza kujdes. Sigurisht edhe lëvizja e vetullave Adi i tregon njerëzit që janë më të nënshtruar, mbaj mend, më të nënshtruar ndaj të tjerëve, ashtu siç bëjnë edhe chimpancet, si majmunët, të cilët për treguar atij të eprorit të kryetarit të fisit që kanë ata të tufës, tufës, ai i lëviz vetëm për treguar që jam më i nënshtruar dhe ta tregon në një farë mënyrë se ne jemi më të hapur në komunikim me atë tjetrin. Besoj se e kemi plotësuar përgjigjen, por kam përshtypjen që e pas kemi trashëgim nga majmunët, gjithë mund quhet kështu ja. Edhe për ata që besojnë që kemi prapë nga majmunët, po, nga ata të tjerë nuk e përdorin. Për Darwinin e ke? Darwinin. Çka bërej Darwin? Tani se mu rrotullua një pyetje në kokë, një pyetje që dua ta bëj direkt tani dhe dua ta përgjigj direkt, sepse ka të bëjë me femrat, ata që duan. Ashtu. Do të doja një këshill, i nderuar i fon. Po. Edhe për ato vajza të cilat nuk din si të ndezin zjarr të brendshëm tek djemt që ato dëshirojnë. Aha, kush e ka shkruar të lutem magjik emrin? Po më erdhi mua tani. Jo, më bush se s'ma mendja ta përshtyp. Okej, paska nis Nazmia. Nazo. Emër shumë të bukur ke Nazmia, më kujtove një shoqen time të vjetër. Megjithatë, duhet të thënë se gratë që të bien në sy, pavarësisht të lëvizjeve të vetullave që duhet të bëjnë ato dhe si të arrin të ndezin zjarr, kështu ishte pyetja, të ndezin zjarr. Duhet pikë së pari kur shkojnë në një takim me një mashkull që ato dëshirojnë të lidhen më pas dhe duan t'i ngrenë mendjen atij për ta dashuruar më shumë, për t'i ngritur atë adrenalinën atij, duhet afshin, i themi ne. Të keqen apo stande. Duhet që të bëjnë pak makiazh rreth syrit të tyre. Jo makiazh të rënduar. Sigurisht lejohet që të bëjnë ato me rimel pikët e tyre, po jo të tejskajshëm, mos të kalojnë në kapërcim të limiteve të tyre, sepse bëhen të bezdisshme, të neveritshme dhe nuk bëhen të pëlqyeshme për syrin. E njëjta gjë ndodh. Pra ky është çelësi i suksesit fon? Po, mund të quhet çelësi i suksesi, po. Po, dëgjoj, ato mund ta bëjnë këtë, u lejohet vetëm femrave, të cilat
kanë si detyrë ose punojnë në dyqanet ku shesin makijazhe për femrat e tjera. Atyre u lejohet që të bëjnë një makijazh të rënduar. Po pse? Sepse ashtu ndjellin të tjerat. Që dhe ato të bëjnë të njëjtën gjë. Po, kjo është për çështje komerciale, marketing. Marketingu dhe ne i këshillojmë që ta bëjnë këtë. Ti Adi mos provo të bësh makijazh. Bukur, ja, të lutem Adi. Kur ishim tri tani tek. Tani fono. Po. Unë kam parë dhe burra që kujdesen për vetët e tyre, meqenëse sapo ngacmova për këtë situatë. Mos valle bëjnë që të mos kuptohet gjuha trupit. Ne nuk i themi të mos heq vetullat, nëse ka dëshirë të heq vetullat, por kanë filluar tani, kanë disa prioritete, disa meshkuj, ne nuk i themi pse i kanë, ato janë gjëra zgjedhje personale, ti bëjnë apo jo. Edhe ti mund ta bësh aty. Por zakonisht meshkujt nuk i arkojnë si vajzat i ngrënë deri lart mbi lartësinë e ballit, por ata i bëjnë më të zgjatura nga cepat për të dukur më autoritar. Ka politikanë që bëjnë gjëra të tilla, që bëjnë vetullat të nuk themi dot emra, sepse kanë filluar dhe këtu tek ne tashmë, po. Ka dhe këtu politikanë shqiptar, i bëjnë vetullat për poshtë. Disa për të dukur më autoritar dhe besojnë që do ketë më shumë popularitet, por nuk e besojmë sepse janë gjëra të tjera të cilat do t'i flasim gjatë rrugës, sepse duhet të bëjnë dhe s'duhet të bëjnë makijazh meshkuj. Po mirë. Bëj se kanë para në fund të fundit, unë nuk i gjykoj fare sepse ka ardhur një kohë kur disa të kamur të kenë para dhe të bëjnë gjëra të tilla. Është pjesë e luksit kjo, jo? Pjesë e luksit. Se sa është pjesë e këtyre. Po. Mirë, ky emisioni shkon gjithë që kanë para. Okej. Ndonjë këshill për femrat se ka dhe nga ata që nuk dinë gjuhën burrat fono. Nga ato. Që zin gjuhën burrat. Do ta thuash, se janë gjuna ata shkretat. Janë gjuna fono, Nuk e di dhe nuk e besoj që ka femra që nuk din të gjuajnë meshkuj. Nuk e duhet di si të gjuash fono. Po di. Po mirë, tash unë po të them një gjë fare të thjeshtë aty. Kur një grua do që të tërheqë vëmendjen e një burrit, çfarë bën ajo? Ku e di unë çfarë bën ajo? Ajo fillon shenja e parë që bën, ajo nuk mund të gjuajë me pistolet apo ti jap zhurmë, shiko mua. Po, patjetër. Ajo armën kryesore që ka sytë e saj. Jo. Ajo nuk duhet të shikojë ngultazi një mashkull që do ajo me sy të hapur të shqyer. Jo. Ajo duhet të uli sytë gjysmë lartësi, jo lartësi, po shikimi se nëse kemi syrin e plot do të bëj për gjysmë të futet më pak dritë në kuptimin e saj, të shikoj nga poshtë lart me drejtim për lart. Mësoni të shkodoni gjuhën e trupit. Ju flet trupi në Top Albania Radio. Dhe tani kthehemi përsëri në studio me mua Adin, sepse jemi duke folur për gjuhën e trupit, ose ne jemi në emisionin Ju flet trupi. E ndërprem aty Adi ku po flisim për ato vajza, të cilat duan të gjuajnë meshkuj, por nuk kanë pasur sukses. Pra, e tham, shenja e parë është të mbyllim pak syt në gjysmë lartësie dhe të shikojnë burrat nga poshtë lart dhe po të ketë mundësi me një buzëqeshje të lehtë, në qoftë se ajo e ndjen të nevojshme, por kjo i vjen pa e ditur, ajo fillon dhe nxjerr gjuhën e vet jashtë dhe i bën një të lëpirë me shpejtësi, buzës së poshtme. Zakonisht femrat e sotme i lyejnë buzët me shkëlqys të ndryshëm, por ka nga ato që nuk e kanë shkëlqys me veten dhe i kalojnë një rafshim me gjuhë, por gjithmonë vështrimi të jetë i butë, i qetë dhe shumë lozonjar. Pra kjo është qershia mbi tort, kur nxjerr dhe gjuhën. Duhet të jetë si një mask, si një kotele. Si kotelja. Ku përktheheni kotelja? Pra kjo është ajo që ne themi, që duhet dhe të themi dy emra të cilët i kanë parasysh njerëzit, dy emra që kanë lënë gjurmë në historinë e kësaj bote. Janë për shembull Lady Diana, Lady Di, që nuk jeton. Gjetra Ahmed, po, dhe Marilyn Monroe. Gjetra Ahmed dhe kjo. Dhe ajo thirroi fëmijët. Po ashtu kemi dhe një tjetër që ta vëmë, është edhe e treta që mund ta vëmë në listën tonë, është dhe Sharon Stone. Ajo që e cila i kanë bërë këto lëvizje ose i bëjnë këto lëvizje, i bëni më falë se të nuk i bëjnë më, të cilat përveç Sharon Stone, të cilat e kanë këtë si një karrem
për të gjuajtur gjaun e tyre, që është mashkull në këtë rast, i cili rritet se tjetër. E ndjej shumë mirë që ka nga ato në makinë tani që po shikojnë me këtë, si do me thënë, kërkojnë se si është kjo lëvizje, duke bërë një provë me partnerin e tyre. Po jo makinë, kujtesa se jo makinë, hapi kraun, ta bëjnë jo, të improvizojmë me një tjetrin. Pra këshillat që po jep foni. Mirë fon, një pyetje që kam time tani. Jemi interesuar, pak ky është impresioni im për vendin ku jetoj, Tirana, Shqipëria, më se thash, por kam këtë impresion, pra që jemi interesuar me shumë mashtruesa, me shumë gënjeshtar. Dhe te kjo pjesa e lojës midis gënjeshtarit dhe atit që e han dhe pson nga gënjeshtari, pra dua të di, ja shpytja është, këta që gënjejnë, nuk të shikojnë në sy, besoj, ha? Oj, të shikojnë në sy. Të shikojnë. Në kokordok të syrit, po. Edhe ai që shikon kokordok. Ore ti këta le mashtrusat janë aq special. Ata të shikojnë në sy dhe prandaj ne bien pre e tyre, e gënjeshtër, sepse themi po të kishte turp nuk ma thoshte në sy, po ai pikrisht këtë bën ta thot në sy gënjeshtrën. Dhe asnjëherë mos besoni që ai tjetri që ju pa në sy dhe u tha diçka dhe u ka thënë të vërtetën. Mos i besoni kësaj, mos i besoni sepse gënjeshtarët profesionistë bëjnë këtë, u shikojnë mu në bebet të syrit dhe ja u thonë këtë. Janë specialistë. Kështu që unë po përballa me shikimin tënd të fond drejt për drejt super sy. Do të them diçka. Dëgjoj. Tani është e vërtet që kur gënjejmë na ndodh ajo sindroma e Pinokut që kemi thënë. Që zgjatet hunda. Është e vërtetuar që ne kur gënjejmë na zgjatet hunda. Po, nuk e besoj. Tek meshkujt zgjatet edhe diçka tjetër që nuk është nevojë ta themi, pikërisht kur gënjejmë. Zgjatet ajo kur gënjen, ëh? Nuk e din. Zgjatet diçka. Okej. Para se të shpikej ky marifeti tani që ka ndalë këto aparaturat, ky poligrafi. Ke parasysh që për bironin e timit? Makina e vërtetës. Po që vondet shkretin bill atje për punën e saj Monikës që i bën asaj shkret. Domethënë, duhet dhe të shikojmë se gënjeshtarët na i thon në sy se çfarë bëhet në me gënjeshtarët dhe me gënjeshtrën e tyre. Ja ta marrin vetë. Hadi më pëlqen se ti bën sa pyetje që jo të gosh. Bllokuse. Po unë të fus pinin, po ti ke numrin e pinit. E hap pyetjen. Okej, tani fono jo më larg se Pardje. Po ecja përgjat rrugës shtëpi punë Gjimshyrit. Por është një vajzë more fon. Një vajzë. Qetësi ju aty. Qetësi se po flet Adi për vajzat. Mordi, Sa herë që flet me mua? Po. Unë tek Lana atë. Po. Në gjysmën të rrugës. I lëvizin shumë shpejt çerpikat fon. Mos vall më do e shkretat më thot në një gjë. Ta them se më vjen gjuna. Ti të vjen gjuna për vete, jo për atë aty. Nejse do të mulosh atë. Mirë. Dëgjoj, njeriu në çaste qetësie Adi, i përplas qerpikët 6 deri në 8 herë. Dhe nuk e marr vesh se si ne nuk e kemi llogaritur asnjëherë këtë, po e disa shpejti 1/10 e sekondës Adi. Do të kej përplas. 1/10 e sekondës. 1/10 e sekondës, dhe këtë e bën shumë shpejt. Kur gjendet në një presion për shembull, kur ka ty përpara, që ka ty si ëngjëll përpara, ose kur themi gënjeshtra, ritmi i tyre rritet shumë shpejt. Pra, si ketrat. Po si ketrat. Pra, një metodë për të parë se po na gënjen dikush është kur qerpikët e tyre rrisin shpejtësinë. Po. Ne nuk mund ta kuptojmë dot sepse ato e kuptojmë me 1/10 e sekondës. Por kjo bëhet dhe është parë e arsyeshme të vjen kamera të fshehta. Ku? Në përzyra. Po, për atë lutem Adi. Po më shikoj me këtë fjalë. Në zyra ku bëhet korrekt kjo marrja në punë e personelit të ri. Rekrutimi, sepse analizojnë të gjitha përplasjet e qerpikëve të tyre, nëse po thon të vërtetën apo nuk po thon të vërtetën. Po. Po sikur unë ti heq për të shfutuar këtij momenti. Këto që qerpikët. Çfarë do lexoj tjetri? As makina. Jo, këtu dorëzojmë. Të keqen e trurit Adi. Pra. Vi pyetja tjetër, je gati? Po. Të përveshësh mëngët sepse është punë tek e fundit. Ha të keq. Fesh përgjigje. Po ata që
shikojnë sa ndej këtej kur janë në dhomë apo në një takim. Çfarë duan në të vërtet këta njerëz? Çfarë duan? E tham pra pak a shumë është ajo që folëm pak më parë, Adi, sepse është ata duan të shpëtojnë nga situata një. Po. E bëjnë këtë kur thon gënjeshtra dhe duan një rrugdalje sa më të shpejt për të dalë nga ajo situatë dhe është se nuk kanë interes më të bisedojnë me ty. I ke rënduar. Domethënë ai kërkon një rrugdalje, një shteg. Pra ka ngordhur interesi. Ka ngordhur interesi. Pra shikimi, po ti koqi shikimin dhe nuk të shikon, domethënë, jo shikim të vazhdueshëm. Dhe e kërkon atë. I shmanget duhet shikosh që e ke mërzitur dhe duhet më njëherë të mbledhësh baktitë e tua dhe të thuash stop. Nuk e di ke bakti apo s'ke bakti, po. Po qejf sepse kam has gjithmonë këtë që sapo më shpjegove fon. Pra, se truni punon më shpejt kur gënjen edhe kur do të rrëshkasi, sepse vjen në punë të tjera hormone brenda trupit të njeriu, të cilët krijojnë emocione të ndryshme. Që do të flasim herë të tjera dhe për ato emocione të cilat. Patjetër. Tani kjo puna e hallit tim besoj se do të haj çik debat fona, për punën e martesës time. O pse çfarë ke? Ne do të bëjmë ty ekspert. Që të vesh ai edhe shmej shikim të parë bram në tokë. Do me thënë ta marrësh nuse me Chelsea në dorë. Po ta çosh shtëpi është fjala. Me Chelsea për çfarë? Për Chelsea për ta hapur shtëpinë pra? Ajo për Chelsea. Jo, për Chelsea. Adi seriozo. Se kur i mbanin burra xheloz, i mbanin në Chelsea ato. Po ato. Brunchve, ti themi ne. Dhe vëmendjen në makinë jo. Mos qeshi shumë ne, vazhdoni rrugën. Se pa afrohet e vit i ri. Jepi. Ç'na ka marrë mall për ndonjë qeltë. Jo, po flasim për këtë, fono për zyrat martesore. A kupton, të martojnë ata se vet nuk mundën vlla. Nuk mundën. Ke vendosur? Kanë vendosur. Po, Amadi, unë do të bëj eksperti Amadi. Ja, më shkoj ligjërisht. Dorëzohem të zyrat martesore dhe kaq. Dorëzohem. Le të martoj lagje. Martoj punat, martoj fonin. Martoj fonin. Ti s'po kujtohet të zyrat martesore tani? Sepse ka disa zyra martesore që kanë sukses më shumë se të tjerat, por ato përdorin, ato përdorin një sekret. Do të ta them? Po patjetër. Pra. Tash te zyrat martesore. Te zyrat martesore, ata ç'bëjnë? I thon mashkullit të njëjtat fjalë që i thon dhe femrës, dhe i thon: "Shiko, kur të takosh atë që kemi zgjedhur ne, do ta shikosh mirë se ai ka bërë një aksident para pak kohe dhe syri i majt është pak më i vogël se syri i djathtë." Ja thon dhe femrës, ja thon dhe mashkullt. Por do kesh parasysh që edhe nuk para dëgjon shumë mirë. Do të thënë ngrije pak zërin më shumë se ç'duhet. Dhe kur vin të dy kandidatët për martesë, çfarë bëjnë? Përpiqen gjatë gjithë kohës të kenë kontakt me syrin e sëmurë të atij ose të asaj që u ka thënë shiko se ka syr. Dhe kjo rritja e shikueshmërisë dhe ngritja e zërit i bën ata që të jenë më të vëmendshëm gjatë bisedës njëri me tjetrin, duke arritur të kuptojnë atë scenin që u kanë thënë, por në fakt nuk ekziston dhe në fund të bisedës tyre i gjen duke bërtitur njëri me tjetrin, sa unë të kam këtë. Megjithatë kjo ka leverdin që në 80% të rasteve të përfundojnë në martesë këta. Adi, po ta than, shko bëheti. Ti e ke vendosur. Unë e kam vendosur, po kjo loja me syrin është shumë me syrin duhet apo me syrin dhe me zërin. Se mos kontakti i madh gjatë duhet kemi. Por nuk duhet ta tejkalojmë kur kemi të bëjmë me të huaj, e tham edhe një herë, pra problematik në këtë fushë janë japonezët. Kujdes me japonezët, atë që ti je kok dru, nuk merr ti po gjete hyre japoneze, kineze të gjithë. Origato. Dhe duhet të kesh parasysh që të mos i shikosh pa rreshtur, sepse duhet këtë si një tallje edhe krijon keq kuptime të tjera. Prandaj folëm që gjuhë e trupit duhet mësuar kur shkojmë në një vend tjetër. E kuptoj. Vëmendjen këtu se Adi ka përsëri për të bërë pyetje. Erdhi. Prite fon, si është ajo atje nga Averiu. Prite. Erdhi. Po mirë, në fon, se s'po drivet mikrofoni. Majtas Adi djathtas foni, jepi. Kur ne bisedojmë me dikë, kur duam të kujtojmë diçka
diçka. Pse i hedhim syt majtas djathas lart poshtë? Si puna sa fshirtës xhamave. Jo, dhe si fshirtës, pak a shumë. Po, ke të drejtë, kjo ndodh sepse ne kur komunikojmë me të tjerët, gjatë bisedës ne për shembull duam të kujtojmë figura, duam të kujtojmë zëra, duam të kujtojmë imazhe dhe gjërat janë ato kanë një, si thua, shkodifikimin e tyre pse e bëj. E kuptoj. Për shembull, nëse një njeri kujton diçka që ka parë, një sken që ka parë, sytë e tij lëvizin në drejtim për lart. Nëse kujton diçka që ka dëgjuar, shkon anash dhe e kthen kokën sikur përgjon anash, dhe sikur përgjon dikë. Nëse kujton një ndjenjë të caktuar, shikon poshtë me drejtimin djathtas. Pra, ndjenja është poshtë djathtas. Nëse përsëri rrëfen diçka nga kujtesa e tij, ai shikon poshtë por majtas. E shikon sa ke për të mësuar Moradi, e shikon. Pra, çdo njeri nga ne vono ka një arkiv në kokë, pra një arkiv fotosh, zërash, imazhesh, kjo është. Po, të cilat ne i përdorim në rrethana të caktuara dhe tjetri duhet të kuptoj se kur ti po kujton ose po të shkodon një figurë apo një imazh apo diçka tjetër, kur ti bën këtë lëvizje dhe të mos e keq kuptoj, se nganjëherë e tham që gjëja më e keqe është kur komunikojmë me dikë, është kur u mbasim interesin të na shikojë në sy tjetri dhe ajo ne na xhindos, na nxjerr nga vetja sepse thotë sa njeri i keq është ai që nuk më shikon në sy. Të zhvestin quhet ndryshe. Të zhveston, pra duke mos parë me sy, zëre se ka folur gjatë, qartë dhe bukur. Dhe ne asnjëherë nuk i dëshirojmë këta njerëz të cilët nuk na shikojnë në sy dhe jam i sigurt të gjithë ata që po na dëgjojnë këto çaste janë dakord me këtë mendim i cili ka ardhur nga përvoja shumë shekullore e njerëzve dhe kanë arritur në këtë pikë ku ne jemi sot. Dhe Adi, po të bëj unë ca pyetje se ti mirë ma bëre modi. Po? Nëse ti kujton se ka informacion, okay. Nga këto që kemi folur Adi. Jepi. Kur gënjejmë? Kur gënjejmë, na dridhen qerpikët apo nuk na dridhen qerpikët? Nuk na dridhen qerpikët. Nuk na dridhen. Na dridhen Adi. Na dridhen? Po, një gënjeshtar i sprovuar arrin të na i thot gënjeshtra drejte në sy, por qerpikët aty i dridhen Adi. E kuptoj po. Por ne nuk arrin sepse ato tham është specia shumë e madhe dhe ne nuk arrim dot ta shkodojmë. Pra, duhet të kemi kujdes sepse ne këtu e ham te gënjeshtarët që ndeshemi për ditë. Aty e kanë ngrënë. Aty ai gjithmonë. Me 5000 lekë në fund që më mashtroi diku, nuk lëvizi qerpikët ai, ja lëvizi çfarë. Ta ka futi qerpikun. Vetëm për i parë qerpik, nikën 5000 lekë. Gjithat kografik. Mirë, koha vrapon fon, kështu që vrapon dhe po vjen vit i ri. Vit i ri, po vjen vit i ri, kështu që do donin të flisim akoma më shumë. Do flasim. Kështu që ne po shkojmë drejt fundit për ditën e sotme. Po. Dhe duhet të themi që ky është emisioni i fundit për vitin 2020 dhe do takohemi përsëri në vitin 2021 me lajme të reja, me këshilla të reja, me sugjerime të reja, me zbërthime të reja, me shkodime të reja të gjuhës së trupit, se trupi juaj ju flet trupi. Atë keqen. Dhe këtu në mikrofon do të kemi për herë çdo të shtunë në orën 14 Adin dhe Fonin. Mirë dëgjofshim, mirë dëgjofshim. Mbyllë fare. Edhe gëzuar vitin e ri djama. Dhe pafshin një vit sa më të mirë për të gjithë.